Kafe Express botror, dita e 12. Argentinë Austri ndeshja e parë. Të dy skuadrat vijnë pas fitores. Argentina pas hatrikut të parë të Mesit në botror. Austria pas fitores së parë pas 36 vitesh në botror. Pyetja sot nuk është nëse Argentina do fitojë apo jo. Pyetja është nëse Messi do shënojë apo jo. Dhe nëse shënon, librat e rekord botror do kenë nevojë për një kapitull të ri. Ka 16 gola, po aq sa edhe Klose. Austria padyshim ka një plan për ndalur Messin. Por, a nuk kanë patur një tillë për 20 vite çdo lloj skuadre që kaloi të kundër Messit? Austria duket si e paftuar në dasëm, por në fund mund të përfundojë duke kërcyer mbi tavolinë. Çështja e saj është se tavolina është plot me Argentinas. Dhe në krye tavolinës është ulur Leo Messi. Ndeshja e dytë, Francë kundër Irakut. Fitore ndeshjen e parë skuadra franceze 3-1 ndaj Senegalit. Dy kolësh i Mbappé, në formë shkëlqyer. Iraku nga ana tjetër humbi 4-1 ndeshjen hapse ndaj Norvegjisë. Deri rakenët kur shohin lojtarët francez, do jenë duke menduar, në të vërtet luajmë në të njëjtin sport? Skuadra franceze e mbushur me yje. Sa dhe astrologët pyesin veten, ja vlen që ky ekip futen në hartën e qiellit? Skuadra irakiane duket sikur ka ardhur një ekip lagje, por në fund të mbrëmjes shumë prej nesh mund ngrejnë duart të pyesin, vërtet këto nga erdhën? Kaq për sot. Dhe mos harroni, futbolli është i thjeshtë, ku përfundon loja, disa qeshin, disa kanë dalë duke mësuar, dhe shumica duke relativizuar gjithçka. Flasim nesër.